Përgatitjet janë bërë paraprakisht, kemi marrë njoftime, dhe më thënë, i kemi marrë listat të nxënësve, emrat e administruesve, qësh më heret, janë bërë përgatitjet e klasave, janë bërë përgatitjet e listave të nxënësve, janë njoftuar nxënësit nga secila shkollë përkatëse, nga kujdestarët e tyre, për fillimin e testit, për kozgjatjen e testit, po ashtu mjetet që duhet të mirën në testin e arritshmërisë, dhe besoj që gjithçka është gati për të filluar testin dhe për një test të mbar, urojmë nxënësve rezultate të mira. Besoj që nxënësit veç tashmë janë të njoftuar që telefonat janë të ndaluar në klasat ku mbahet testi, po ashtu edhe prindërit janë të njoftuar sepse ky test mbahet vit pas viti. Unë bëj thirrje nxënësve të jenë sa më të transparent, të punojmë, ne kemi nxënës shumë të mirë, janë të përgatitur dhe ta japin maksimumin, nuk ka nevojë as për kopime, sepse ky test i vlerëson punën e tyre për 9 vite. Sot në shkollën e të Baraktari do të testohen gjithsej 141 nxënës.